Denarin e kom pas paralizume 15 vjetë, jom kujdes për to si për një fëmijë. Ajo na ka jep qatë shumë dashni sa që u konon, babë, gjithçka. Na është një lule që shëndrit. E madhja u konë që nanën, unë e kom pas nanën dhe babë. Se mund ka vdek baba kur i kom pas 9 muj, dhe me thonë nëse kom njoftë heq që atëherë në kaseta, se këto vitet e reja nuk e besoj që i kam pa. E do me thonë nuk konë momenti ma i zorshëm. Sa i keni shijane, po thni gjithka, duani. Po s'kom dru diçka në karaktera stilas kur. E kështu që adi nuk mina heq me qëto paragjykime. Qysh një është vepra. A e ka në lidhë diçka që ki tash një në tonë me botë ti si famër? Po se, kom pas në mbështetje në nanës. Do me thonë ju më konë shoqe me nanën. E që kjo më ka bu më konë që kjo që jam. Kjo fërsia me nanën si ka qenë? Me nanën, si që tash unë e qysh jam me qikën tem, se nanën e kom pas paralizume 15 vjetë, jom kujdes për to si për një fëmijë. Po edhe kur s'ukon kjo periudhë, ajo na ka jep qatë shumë dashni sa që u konon, babë, gjithçka. Si kaluar në periudhë të vështirë me nanën? Po, ama u konë, muj me thonë e mirë se të ka bu me kuptu çka është dashnia shumë e fuqishme, që s'ka heq kur farmatje, as kur gjë heq. Ka dashni pa kush për posë nanës? Nana, fëmijët, edhe menoj familja, kur jeti person i mirë, besoj ki edhe dashnin pa kushte. Që kjo? A do ka fjalla nanë për juve, qëfar është? Tash edhe nuk e kam nanën, nuk ka vdek. Sa ka keni unë? Që 2 vjetë. Kështu që s'po di, nana është një lule që shëndrit, po apet e ki në zemër, kështu që veç që nuk është, se në mendje edhe në shpirt është gjithë. E di që s'mungon qëto herë? Është normal, veç tash edhe unë po munona për fëmijët e mi mos me reflektu ajo mërzia jem, ajo mungjesa e prindit, po japi dashni që ma kap nana mu. A të kujtimin sa të runi për nanën e ndjerë? Çdo kujtim, çdo sen, çdo fjalë, çdo këshill. E për që atas, unë nuk kam paragjykime për kërkan. Se jom rrit pa paragjykime, jom rrit më kone lirë, edhe ty vetë javnën kufit vetës, deri komunësh me përballu. Po jo të gjitha e kanë atë fatë pa paragjykime. Po, besoj tash në këtë vetë, ma vesh nëse dikush se ka që tash mas një vit e 2, besoj gjatë rrugës tjetës veç ka mu vedisu që qka një është mirë me bo, banë. Cila është për kraj më madhe një që ki pasur? Ma e madhja u konë që nanën, unë e kom pas nanën dhe babë. Se mund ka vdek baba kur i kom pas 9 muj, dhe me thonë nëse kom njoftë heq edhe falë vllaznive dhe motrës, unë do me thonë nuk e kom një asë një munges, kështu që me thonë, qysh s'pe kom babin edhe s'pi kom qëto kushte, se që s'po di që me thonë. Po çdo sen e kom pas me shumë dashni, këtë rrethin u konë veç dashni. Në bëra era e prindit babës? Po qëre na njerës, krejt e kemi pas, ka një nanë, babë, kështu që unë e muj me folë sa dush, po se cili e ka përjetu qëta që ka po folë jone. Kështu që qka do që të flasë për prindë është pak. Sigurisht ka fjallë që kështë pas dëshirë me njofë, me pa fakten. Po, unë e kom pa që atëherë në kaseta, se këto vitet e reja nuk e besoj që i kam pa. E do me thonë nuk konë momenti ma i zorshëm. Kur e kom një të folë për herë të parë. Po është sfidë, edhe qëto sfidat më kam bu shumë të fort, edhe e di që të paktën unë mi ofru fëmis të ma të miren. Sigurisht që nana është munduar nana ndjerë që ty të paktën a dashurin edhe të prindit, dy fish ta jep. Jo veç nana, edhe vllai i madh ka pas atë rolin si të prindit, si të najna, familje që ashtu, edhe ma kanë ofru, s'po di, çdo semre. Për që ata unë ju më rritë qaq butësisht, edhe menoj që du të më rritë me dashni për mos me pas as paragjykime, as kërgjë. Që kjo është të na që nështë ta ka njerë mungesa e dashnis që e kem, po nuk e jepim. Veç kjo e bëm pak tani ma edhe paragjykus. Do në fund gjithë grave, gjithë vajzave, gjithë nanave, një mesazh sidomos për prind, çfarë kështë thënë? Po, sa i keni shijane, po thni gjithka, duani shumë, edhe veç jetoni jetën, sa i jeni mirë, shëndetshëm.
Që kjo. Unë kisha shumë kratësi që një qovës nga jeta e ndave, mirë po edhe sa që dhe me emocionove dhe mu si gazetar. Inshallah, vish do të mirë Unë krejtëve. u të uroj t'jo ma të mirat në jetë. Shumë faleminderit. Shumë dashni e shëndet. Gjithashtu, kalu